Në punët hibride ku punonjësit ndajnë kohën me zyrës dhe shtëpisë, inteligjenca artificiale po liron pothuajse një ditë në javë. Kjo kohë e lirë mund të dedikohet aktiviteteve të tjera dhe ndihmon në rritjen e produktivitetit. Jo vetëm kaq, por edhe forcon bashkëpunimin dhe dialogun ndërmjet brezave. Në një botë ku kompanitë teknologjike fokusohen tek konsumatori, punonjësit shpesh punojnë në organizata më pak të avancuara se ata vetë. Kjo i bën shumë proaktiv në zbatimin e mjeteve të reja teknologjike. Këto përfundime dalin nga një studim International Workplace Group, platforma më e madhe globale për punën, i kryer me mbi 2000 punonjës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar. Sipas studimit, gjenerata Z luan një rol udhëheqës në promovimin e përdorimit të inteligjencës artificiale, duke trajnuar kolegët dhe duke përmirësuar produktivitetin dhe bashkëpunimin në mjediset hibride të punës. Ndikimin pozitiv të inteligjencës artificiale në bashkëpunimin e përmend 69% e punonjësve që punojnë pjesërisht në distancë dhe pjesërisht në zyrë. Ata thonë se teknologjia po e bën më të lehtë punën në ekip me zyrave të ndryshme, duke përmendur si përfitime përgatitjen më të mirë të takimeve dhe qasjen më të mirë në informacionet e përbashkëta. Duke marrë parasysh se 80% e punonjësve kanë provuar mjetet e inteligjencës artificiale, sot një pjesë pothuajse e barabartë janë në gjendje të llogarisin sa kohë kanë kursyer faltyre, mesatarisht rreth 55 minuta në ditë, që korespondojnë me një ditë të tërë pune shtesë në javë. Ekspertët thonë se përparimet teknologjike, veçanërisht në fushën e inteligjencës artificiale, po rrisin produktivitetin, po hapin mundësi të reja karriere dhe po lidhin gjenerata të ndryshme aftësish. Sipas tyre, produktiviteti i shtuar i mundësuar nga inteligjenca artificiale po ndihmon në krijimin e ekipeve më të lidhura dhe më të shkallta, të gatshme për të ardhmen e punës. Punonjësit po e shfrytëzojnë kohën e liruar për aktivitete si puna kreative ose strategjike, mësime dhe zhvillimi profesional apo bashkëpunimi fizik. Rreth 86% e tyre thonë se inteligjenca artificiale i ka ndihmuar të përfundojnë detyrat e caktuara më shpejt, ndërsa 76% deklarojnë se teknologjia po përshpejton rritjen e tyre profesionale, një shifër që arrin 87% mes punonjësve të gjeneratës Z.